Mirë mbrëma miq, mirë se keni ardhur në program në valët e Top Albania Radios dhe jemi në Vitality Vibes, një emision I cili ka në fokus shëndetin. Me mua sot në studio DJ Kedos, Mario nga ana teknikës, Silvia që është me mua çdo të shtun, por pa harruar të ftuarin tim kryesor, I cili vjen për herë të parë në Vitality Vibes dhe që do të na flas mbi shëndetin e zemrës. Unë sot kam të ftuar Doktor Andri Çabelin, mjek kardiolog. Andri është këtu tek unë sepse të hënën është dita botërore e zemrës dhe Andri është këtu për të na folur për shëndetin e zemrës. Doktor, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur në Top Albania Radio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e veçantë dhe eksperiencë e veçantë për të folur me ty në këtë puntat të emisionit. Në fakt na mungonte një kardiolog. Ka qenë kardiokirurg, në fakt ka qenë doktor Altin Veshti, po kardiolog nuk kemi pasur ndonjëherë. Kështu që meqense dita e hënë është edhe dita ku ju keni atë le të themi fokusin tuaj ose bëni ato thirrjet tuaja mbi shëndetin e zemrës, pse jo, është më mirë të kemi më përpara. Po në fakt ne sot do ta përqendrojmë tematikën tek kardiologjia sportive. Pra nuk do flasim për ato mendoj gjëra të rutin, pak që aritmite, takikarditë etj, po do fokusohemi në çik te një fushë që është sa e veçantë edhe aq e domosdoshme në vendin ton, sepse gjithnjë më shumë njerëzit fokusohen drejt sportit, gjithnjë më shumë bëjnë sport në nivel amator, por edhe në nivel profesionist, po unë nga ju duhet të di sa I rëndësishëm është kardiologu ose fusha e kardiologjisë sportive për gjithë ata që bëjnë sport. Pa diskutim që kontrolli për zemrën është I rëndësishëm për çdo individ në popullat, jo vetëm për ata që bëjnë sport, por sidomos tek personat të cilët bëjnë sport, duke filluar në të gjitha nivelet, siç the ti, që nga niveli I sportistëve profesionist dhe deri tek personat që ushtrojnë sport amator apo shkojnë në palestër apo të gjitha format e aktivitetit sportiv, është pa diskutim e rëndësishme që ne të kemi mekanizma për të patur një siguri tek këta individ që I ekspozohen ndaj këtyre formave të aktivitetit fizik. Çfarë vëre unë në vitet e fundit, për fat të mirë duhet ta them, është që është rritur shumë sensibiliteti për sëmundjet e zemrës dhe të gjithë individët dhe pa ja u kërkuar dikush, të gjithë një pjesë e mirë e pacientëve të mi vinë për të interesuar dhe për të marrë një konfirmim nga mua si mjek kardiolog që ata mund t'i nënshtrohen pa patur ndonjë rrezik aktivitete të ndryshme sportive. Por gjithashtu pra është një lloj prevencioni, nëse mund një lloj parandalimi. Është një prevencioni shpeshherë nga vetë individët, po gjithashtu kam parë që një pjesë e mirë e ekipeve sportive tani të gjitha moshave, për shembull duke qenë se tani është edhe fillimi I sezonit, ka pak kohë që ka filluar, un kam vizituar një numër të madh sportistësh të moshave të reja, 15, 16, kardiopediatria jon ka vizituar gjithashtu mosha pediatrike, të cilët nga ekipet përkatëse, nga federata, ju kërkohej që të pajiseshin me një dokumentacion mjekësor, ku përfshihej dhe konsulta e kardiologut përpara se ata të federoheshin dhe të ishin të gatshëm për të vazhduar sezonin. Kështu që me çka kam parë, kjo është pa diskutim gjë shumë e mirë, sepse për fat keq vdekja e papritur kardiake është një fenomen që haset ndër sportistët dhe jo vetëm ndër sportistët, por në gjithë individët në popullat, por sigurisht sportistët për shkak të aktivitetit fizik në disa raste të sforcuar, patjetër që kanë një risk të shtuar në krahasim me pjesën tjetër të popullatës për të patur këtë komplikacion. Që për fat keq ne na ka ndodhur të gjithëve, edhe atyre që po na dëgjojnë, kemi qenë duke parë në një ndeshje e futbolli apo diçka të ngjashme dhe na ka ndodhur të shikojmë ndonjë sportist që është komplikuar për fat keq me një arrest kardiak, I cili ndonjëherë mund të ketë qenë fatal, në disa raste për fat mirë janë marrë masat dhe sportisti është reanimuar dhe ja ka dalë që
që të shpëtoj, po besoj të gjithëve ju kujtohet rasti i Eriksenit në Europianin e 2020-s që u zhvillua në 2021-shin. Ai për fat mirë u reanimua dhe shkoi ose rasti i sportistit Ignatias Rafael Duamena që bëri një arrest kardiak. Domethënë këto janë ngjarje që për fat keq ne i hasim, por kontrollet mjekësore në shumicën e rasteve arrin të shmangin dhe për fat keq ndonjëherë mund të tregoj pastaj më vonë dhe një histori interesante që më ndodhi vitin e kaluar në fakt me një sportist i cili erdhi për një kontroll rutin, ishte djalë i ri, domethënë sa kishte filluar futbollin dhe e kam treguar madje dhe nëpër këto rrjetet e mia sociale dhe për fat keq mu desh që bëri një kontroll rutin eko, kishte një anomali të lindur të zemrës. Për shkak të kësaj anomalie nuk mund të ishte sportist ose nuk mund të bënte aktivitet fizik të sforcuar, kështu që u detyrova që ti thoja që por nga ana tjetër shpëtove një jetë. I pa kontrolluar, ndoshta do kishte patur komplikacione në të ardhmen, kështu që mendoj që të tilla raste të gjithë neve kardiologëve na ndodhin, domethënë pse është e rëndësishme ky figura e kardiologut sportiv, domethënë në sensin pse ju përmendet që sportistët janë pak më të rrezikuar, po realisht ne nuk kemi kardiolog domethënë në konceptin të mirëfill një kardiolog sportiv. Pra kardiologu le të themi është i përgjithshëm. Apo nuk e di, ka një profilizim të caktuar në fushën e sportit, apo është domethënë një ekzaminim rutinë dhe nuk bën një diferencë madhe. Se ju përmendet më fal që ndërpres, po ju përmendet pak më parë që sportistët kanë një risk pak më të lartë për të pasur një arrest kardiak se sa personat normal, apo jo? Shiko tash që të gjithë të kuptojnë, nuk duhet neve sporti e ndihmon zemrën. Të bësh sport të jep më shumë mundësi që të kesh një zemër të shëndetshme dhe të ul ndjeshëm riskun që ti të kesh probleme me zemrën në gjithë ecurinë e jetës, sepse ne nuk e dim asnjëherë kur një individ mund të komplikohet me një event akut kardiak. Por është studime ka pafund të tilla, disa shumë të mëdha, të cilat e kanë vërtetuar se të kryerit e aktivitetit sportiv rregullisht, pra konsiderohet 150 minuta në javë, aktivitet aerobik sportiv e ul ndjeshëm riskun kardiovaskular. Sa duhet jetë, sa minuta? 150 minuta në javë. Pra 150 minuta në javë aktivitet aerobik e ul riskun kardiovaskular. Hyn ke faktorët që ul riskun kardiovaskular. Kështu që se nuk dua që mesazhi i bisedës që ne ti trëmi njerëzit i themi mos bëni sport, se jo, patjetër, përkundrazi. Eksaktësisht, pra të bërit sport është pa diskutim e provuar në 10 studime që ul ndjeshëm riskun për sëmundje kardiovaskulare, ul ndjeshëm riskun për hipertension, ul ndjeshëm riskun për diabet, kështu që pa diskutim. Por neve flasim që individët që kanë një anomali të zemrës, e cila mund të jetë e lindur apo e fituar përgjatë viteve të jetës, kur i nënshtrohen aktivitetit fizik të sforcuar, varësisht llojit të sportit, se edhe sportet ndahen në lloje të ndryshme, pra nuk është njësoj po themi një notar me një peshngritës. Modaliteti në cilin punon zemra tek një notar është krejtë ndryshme nga një peshngritës, fjala vjen. Por ata që ne po flasim për ata që kanë një anomali të lindur apo të fituar gjatë jetës së zemrës, kur i nënshtrohen aktivitetit fizik të sforcuar, sigurisht që kanë më shumë risk për të patur një komplikacion. Se sëmundjet e zemrës Ilvi janë eksaktësisht si ai icebergu që shumica është nën ujë, edhe sëmundjet e zemrës, shumica e tyre zhvillohen pa simptoma. Pra për vite të tëra sëmundjet mund të jenë pa simptoma. Dhe për fat keq ndonjëherë simptoma e parë e një anomalie të zemrës mund të jetë vdekja e papritur kardiake. Pra një individ që nuk ka patur asnjëherë asnjë shqetësim, një moment caktuar, arrest kardiak, ndalon zemra dhe ky individ u mbet jetën. Dhe njerëzit që nuk e dinë ose që nuk janë me të drejtë, që nuk janë kardiolog, thonë po si ka mundësi se ky s'kishte asnjë sëmundje. Kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Madje në shumicën e rasteve është eksaktësisht ajo që thash. Sëmundja ka qenë aty, po ka qenë e heshtur. Patjetër. Dhe duke qenë e tillë, kontrollet mjekësore, pra fjala vjen, ka shumë sportist ose shumë individ që lindin me anomali të zemrës, si ajo që unë përmenda më lart, apo për shembull është një formë e anomalisë së zemrës ku muskuli i zemrës që në lindje
është më i trashë se ç'është normale. Quhet kardiopati hipertrofike. Pra muskuli i zemrës është i trashë. Këtë e kanë një numër i caktuar individësh në popullat që mos bëjmë statistika kot. Dhe këta individ që kanë këtë anomali, kur i nënshtrohen aktivitetit fizik të sforcuar, për shkak të kësaj anomalie kanë risk për të patur arrest kardiak. Dhe arresti kardiak, nëse nuk reanimohet, është e barabartë me vdekjen kardiake të papritur. Më kupton? Atëherë, që ne nuk e dim cili nga ne mund të ketë kardiopati hipertrofike. Por, nëse bëjmë një eko zemre rutinë, atëherë ne e diagnostikojmë. Dhe një individ të tillë ne e pengojmë që të jetë sportist profesionist. Doktor, ju falenderoj për përgjigjen. Do rikthehemi pas pak, pasi duhet të shkojmë në publicitet. U rikthyem në Top Albania Radio, në Vitality Vibes, me mua në studio Doktor Andri Çabeli, kardiolog, teksa po flasim për shëndetin e zemrës, sepse ditën e hënë është dita botërore e shëndetit të zemrës, por jemi fokusuar sot me doktorin tek kardiologjia sportive. Teksa doktori na përmendi disa detaje që nga arresti kardiak askush është imun. Askush nuk është imun, mund të ndodhi kujdo dhe kur jeni duke pirë kafe mund të keni një arrest kardiak, prandaj është e rëndësishme që ti drejtoheni kardiologut për një shëndet sa më të mirë të zemrës. Por ne do fokusohemi tek sportistët, por jo vetëm tek ata profesionistë, por dhe tek ata amator, të cilët jo rrallëherë ju përmendët që keni gjetur problematika në zemrën e tyre në bazë të ekzaminimeve. Unë në fakt do doja të ndalesha pak tek ekzaminimet që duhet bëjë një sportist, qoftë amator, qoftë profesionist, qofshin ato rutinor apo dhe të thelluar për sa i përket problematikave të mundshme që mund të identifikohen në shëndetin e zemrës. Atëherë, ekzaminimi i parë gjithmonë në kardiologji është elektrokardiograma, EKG-ja, pa diskutim. Dhe madje është interesante sepse sot elektrokardiograma është kaq e rëndësishme për njerëzit që bëjnë aktivitet fizik, aktivitet sportiv, sa një numër i konsiderueshëm i palestrave, fjalë vjen në Itali për shembull, e di me siguri, po edhe në shtete tjera, nuk pranojnë që ti të regjistrohesh në palestër pa bërë paraprakisht një elektrokardiogram. Madje në Itali është bërë një studim që ka përfshirë 42.000 sportistë, i kanë ndjekur për shumë vite, studim shumë i gjatë që kanë ndjekur sportistët për shumë vite dhe është parë që sportistët që bëjnë një elektrokardiogram përpara se të nënshtrohen aktivitetit fizik, reduktohet me 90% incidenca e vdekjes kardiake të papritur tek këta sportistë. Arresti kardiak pra. Vdekja papritur. Po, sepse arresti kardiak 90% është vdekje, 10% e rasteve. Fatmirësisht fjala vjen një sportisti, nëse që ti japësh një mundësi të mbijetojë një arrest kardiak, nëse i ndodh në fushën e lojës, ka një mundësi që ti mbijetojë sepse ne dimë që është mjekat ambulanca, po nëse ndodh natën në gjumë, mundësia për të mbijetuar është 0. Kështu që 90% ishte ulur numri i vdekjeve kardiake të papritura, ishin krahasu sportistët të cilët ishin bërë aktivitet fizik pa bërë një elektrokardiogram, pse? Jo se po bërë elektrokardiogramën shpëton nga arresti, po ata që kanë një problem shmangin evidentohen dhe shmangin aktivitetin fizik. Pastaj, sigurisht, a mjafton elektrokardiograma, se është nga pyetjet më të shpeshta që më bëjnë pacientët, doktor, tani që më doli mirë EKG-ja, s'kam gjë, Jo, diagnoza në kardiologji është për te elektrokardiogramës, po sigurisht që ka ekzaminime, i dyta zakonisht në radhën e ekzaminimeve është eko e zemrës. Dhe eko e zemrës është ekzaminimi i shkëlqyer për të kuptuar anomalitë strukturore të zemrës, pra për të parë nëse muskuli i zemrës ka ndonjë problematik, nëse ndonjë nga valvulat e zemrës mund të ketë ndonjë çrregullim të lindur apo të fituar, nëse mund të kemi ndonjë zmadhim, po i them kështu me terma, zmadhim të aortës, për shembull, një nga komplikacionet që mund të ndodhi shpesh mosha të reja apo dhe më të vjetra që bëjnë aktivitet sportiv është ajo që quhet disekacioni apo çarja e aortës, e thënë me një eko zemre fare kollaj ne mund të kuptojmë dimensionet e aortës dhe nëse ajo ka probleme. Ekzaminim tjetër që të gjithë sportistët profesionistë kryejnë pa diskutim është EKG-a, po tani e kryer në sforco fizike, stres test ose ne i themi shpesh bicikleta, tapeti, është një ekzaminim, është një EKG e cila kryhet në sforco fizike. Pra pacienti ose sportisti në këtë rast pedalon ose është mbi një bicikletë dhe ndërkohë që ai kryen aktivitet fizik, ne monitorojmë
elektrokardiogramën e tij. Madje shpesh në sportistët profesionistë monitorohen dhe flukset e ajrit që ai inspiron dhe ekspiron. Pra bëhet e kombinuar për të parë, kjo është ajo që thoni kaloj apo si kaloj testet fizike. E kupton? Kur shkon sportisti ndron ekipin, një nga ekzaminimet e para që bëhet është ky ekzaminim për cilin unë po të thoja më sipër. Tani më shuaj një kuriozitet. Kjo zemra e zmadhuar ekziston apo se ekziston apo është mit? Se themi ne kemi dëgjuar domethënë që thonë, e ka pas e kam çik zemrën të zmadhuar. Se kam qenë sportiv. Këtë nuk di të them, po. Jo, zemra e zmadhuar duhet ndaj mirë që është një zemër sportisti, se e zmadhuar nuk kupton. Se zmadhohet zemra. Bravo. Këtë do të them. Zemra e zmadhuar nuk kupton që dhoma kryesore, ventrikuli majt, që është ajo dhoma nga cila pompon gjakun dhe e shpërndan në gjithë trupin. Zakonisht ne i referohemi dimensioneve të kësaj dhome. Zemra ka 4 dhoma, 2 atur me 2 ventrikuj. Zakonisht kur ne themi zemra e zmadhuar i referohemi ventrikulit. Zemra e zmadhuar do të thotë që dimensionet janë të rritura. Shkak pse mund të ndodh kjo, mund të jetë patjetër se një patologji e zemrës, pra një infeksion në zemër apo një dëmtim nga inflamacioni i muskulit të zemrës apo një infarkt në zemër i cili individi i mbjeton infarktit, po për shkak të infarktit muskuli i zemrës dëmtohet edhe dimensionet e ventrikulit zmadhohen. Dhe përgjithsisht, kur zemra është e zmadhuar në këtë tilla rrethana, funksioni pomp i saj është i reduktuar. Ndërkohë që tek sportistët, për shkak të aktivitetit fizik, sidomos tek këta sportistë që i nënshtrohen aktivitetit fizik anaerob, pra që bëjnë ushtrime me intensitet të lartë, po me kohë zgjatje të shkurtër. Prandaj tash më si për shembull peshngritësit, crossfiti. Jo, crossfiti nuk është, po themi këto që peshngritësit, mundja, sportet që kërkojnë shumë intensitet fizik, normalisht duke u ekspozuar zemra ndaj presioneve të larta, ajo fillon fillimisht pëson ato që quhet hipertrofi. Pra muskuli i zemrës zmadhohet si një muskull si bicepsi. Eksakt, muskuli i zemrës identik. Nëse ne bëjmë peshë, ngrem pesha, bicepsi zmadhohet. E njëjta gjë dhe zemra, duke punuar në ngarkesë të lartë, muskuli fillon që të bëhet më hipertrofik, më i trash. Dhe kjo është faza e parë. Dhe pastaj kur kjo vazhdon për shumë vite, sigurisht që ka një moment kur dimensionet e zemrës fillojnë të bëhen më të mëdha, por tek sportistët, pavarësisht se dimensionet mund të jenë lehtësisht të rritura, funksioni pomp i zemrës është krejt normal. Kështu që pak a shumë, unë për shembull edhe të gjithë kardiologët, pothuajse pa na thënë një individ që ka qenë sportist profesionist, ne e kuptojmë në eko, për shembull, i themi, "Je marr me sporti, si e kuptove ti doktor?" Thot, pikërisht një nga gjërat është kjo që zemra ka mure të trasha dhe mund të ketë dimensione në kufirin maksimal të normës ose lehtësisht mbi normën. Po paraqet ndonjë risk një zemër e një sportisti e cila është e zmadhuar? Shiko, varet gjithmonë, se e zmadhuar është nuk ndahet është apo s'është e zmadhuar. Po sigurisht që kur prishet ajo struktura ideale e muskulit të zemrës, ka një risk të shtuar për të patur, po themi, çrregullime të ritmit të zemrës për shembull. Po jo në një risk për të patur frikë. E kupton? Po teorikisht, në momentin që prishet struktura normale e muskulit të zemrës, e mënyrës se si vendosen qelizat, atëherë ka një risk të shtuar për të patur çrregullime të ritmit të zemrës. Po që pa diskutim këto të gjitha, se thash unë kam shumë merak që ne po flasim këto dhe pa diskutim sporti është gjë e dur, nëse ti do që mos të kesh probleme me zemrën. Asnjëherë patjetër, domethënë ne jo më kot i kemi dedikuar një episod të tillë Vitality Vibes emisionit, sepse tani është faza ku pothuajse sportistët bëjnë ato ekzaminimet e tyre për të federuar, për të qenë pranë ekipeve dhe ndonjëherë, me thënë të drejtën, unë edhe duke pasur një eksperiencë me sportistët, shikoj që nuk i kushtohet një rëndësi shumë e madhe ekzaminimeve të zemrës tek ata sportistë, qofshin amator, qofshin profesionist, shpeshherë kalojnë si një gjë, hamamose themi 10 vjeçësh ky çfarë do ketë nga zemra, Po, shumë e vërtetë. Dhe shpeshherë edhe kjo tendenca për prindrit për t'i bërë sportista elitar etj, ndonjëherë i maskojnë problemet që fëmijët e tyre mund të kenë. Kjo ta them nga eksperienca personale, se kemi pasur goxha raste. Por ajo që dua të kemi sot në fokus për gjithë ata që bëjnë sport, a është i njëjti risk i arrestit kardiak si tek ata që bëjnë sport dhe ata që nuk bëjnë sport? Jo, nuk mund të them që është i njëjti risk, sepse sigurisht
amator dhe profesionist, nëse mund të gjë. Nëse bën sport amator është i njëjti risk, pa diskutim. Unë po flas për sport profesionist të niveleve të larta, se dhe sporti profesionist ndahet në nivele të ndryshme. Pra nuk është njësoj një sportist që bën sport profesionist të nivelit jo shumë të lartë me një sportist profesionist, ku e di un futbollist që luan në Europë me Realin për shembull. Nuk është i njëjti intensitet i sforcimit fizik, pa diskutim. Por aktiviteti fizik i sforcuar sigurisht që e rrit riskun dhe është me statistikë, me studime që në çdo 80.000 sportist, në çdo 80.000 sportist profesionist, një prej tyre bën arrest kardiak në vitet kur ai është aktiv në sport. Pra 1 në 80.000. Por pa diskutim që atë që thash dhe më sipër, kontrollet e rregullta, zbatimi i protokolleve, se shpesh ndodh ajo që the ti, e the shumë bukur. Ti më ka ndodhur edhe mua miq të mit që më marrin telefon edhe më thon, dëgjoj, do ma dërgosh një eko zemre për djalin tim. Si ta dërgoj, them unë sillet ta shikoj edhe ta dërgoj. Pa, ama që do ketë ai, thot se ai eksaktësisht ajo që the ti. Më ka ndodhur në disa raste, e kupton? Pra ka një prirje, sidomos për moshat e reja, moshat qoftë po themi pediatrike apo edhe të rinjt, që ju duket habi që është si po na kërkojnë ne të bëjmë një vizitë për zemrën, kur unë jam 16 vjeç, më thoshte një djalë që lunte futboll në kategori 2 në Shqipëri. Po ne o doktor tha kontrolle për zemrën. Domethënë bën shumë mirë këto biseda, mendoj që janë shumë të vlefshme për të sensibilizuar sportistët, po jo dhe jo vetëm ata, që kontrollet kushton një kontroll në vit kushton 30 minuta, 40 minuta në vit për t'i dhënë ti vetes shumë herë më shumë mundësi për mos të patur komplikacione me zemrën. Nuk më duket që 30 apo 40 minuta në vit është një kohë e harxhuar dëm për të kontrolluar zemrën tënde, jo vetëm për sportistët, po për gjithë individët, po me që sot po ndalemi ke sportistët. Pa diskutim, edhe të tilla biseda janë shumë të vlefshme, sepse sensibilizimi është ende jo në nivelet që do duhet të ishte. Është ende sado që ka një përpjekje për të sensibilizuar, ka fushata të gjëra sensibilizuese, qoftë për faktorët e riskut kardiovaskular, qoftë për çdo aspekt që mund të na ndihmojë, sepse e thën pa diskutim, parandalimi është mit, është domethënë është si më thën klishe kjo fjalë, po të parandalosh është vërtet më e lehtë se të trajtosh. Domethënë sado që duket kështu si ato shprehje super klishe që patjetër, po është çapo na thon këta, po është realisht kështu kur vjen puna ke smundet e zemrës. Është shumë e thjeshtë parandalosh. Okej, doktor, duhet shkojmë sërish në publicitet dhe rikthehemi. Paska sapo erdhët në Vitality Vibes në Top Albania Radio me mua doktor Andri Çabeli, kardiolog, por pa harruar që ky emision mundësohet nga Intermedica, rrjeti më i madh i laboratoreve në vend. Doktor, jemi akoma tek kardiologjia sportive, tek ata që bëjnë sport, tek ata që stërviten, tek ata që kanë rajet e zemrës të larta, diferenca midis sportit amator dhe profesionist. Po, në fakt dua një kuriozitet nga ty. Nëse dikush është pasiv për një vit dhe do të luaj një ditë një futboll me shokët, e thrasin, i thonë dëgjoj, hajde luajmë futboll, dhe përfshihet shumë emocionalisht dhe fizikisht. Pra, një vit pa bërë gjë dhe fillon me një intensitet loje dhe me një ngarkesë fizike shumë të madhe. A është risk që ky person të psojë një arrest kardiak nga një sforco e bërë për një kohë të gjatë pasive? Po shiko, një kohë e gjatë ku një individ nuk bën aktivitet fizik, sigurisht që ndikon për të ulur aftësinë ushtrimore të këtij individi, se pa diskutim që ne gjithë e dim se kjo është arsyeja pse sportistët stërviten, për të rritur aftësinë e tyre ushtrimore, pra për të patur më shumë mundësi për të bërë aktivitet fizik. Kështu që një individ që ka ndetur një vit pa bërë aktivitet fizik, e para nuk mund të përfshihet fort. E dyta, një nga shkaqet pse zemra jon vendoset në stres, po themi, dhe mund të ndodhë një komplikacion është sepse ajo nuk furnizohet mirë me oksigjen. Dhe sigurisht që momenti kur zemra ka më shumë nevojë për oksigjen është momenti kur ajo punon me ngarkesë të lartë,
që do të thotë, në momentin që një individ sforcohet, rajet e zemrës rriten, në momentin që rajet e zemrës rriten, ajo ka qelizat e zemrës kanë më shumë nevojë për oksigjen. Dhe kur për shkak të një anomalie, një smundje koronare, fjala vjen, nuk i mundësohet qelizave të zemrës kjo nevojë e shtuar për oksigjen, atëherë aty mund të ndodhi një komplikacion. Kështu që asnjëherë, sigurisht që pastaj mund të ketë edhe komplikacione më të vogla se sa kjo. Nuk është e thënë të ndodhi komplikacion madhor, po sigurisht shpesh na ndodh ose shpesh ju ndodh individëve që kur bëjnë aktivitet fizik të sforcuar më tepër se sa kapaciteti i tyre në atë moment, ndodh që të pakësohet furnizimi i qelizave të trurit me gjak dhe me oksigjen dhe të ketë marrje mendsh, të vjella, humbje të ndjenjave, sinkope, pra shpesh ndodhin gjatë aktivitetit fizik të sforcuar, sidomos në rastet kur është shumë njerëz tani po na kuptojnë se çfarë po themi, se shpesh ose janë këto skenat tipike nëpër video, kështu që janë këta bodybuilderat që këtu bëjnë ngarkesa të larta dhe pastaj e kuptoni, tregon që shkon ai dhe ka të vjella për shembull. Është mekanizëm nuk është riski një arresti, është një sinkop jo, sinkop është një humbje ndjenjash. Humbje ndjenjash në këto raste ndodh sepse për shkak se zemra dhe në tërësi sistemi kardiovaskular nuk e mundësojnë debiti kardiak është sasia e gjakut që zemra pompon në 1 minutë. E thën fare thjesht. Që ne të bëjmë shumë aktivitet fizik të sforcuar, duhet që debiti kardiak të rritet. Kjo është arsyeja pse kur ne bëjmë sport, rajet e zemrës rriten dhe ne ndjejmë zemrën që rre fort. Arsyeja është që zemra nga 5 litra gjak që hedh në qarkullim në 1 minutë në qetësi, në aktivitet fizik mund të hedhë edhe 25 litra debiti kardiak. Pse? Sepse muskujt që na duhen për të bërë sport kanë nevojë për më shumë oksigjen, rrjedhimisht më shumë gjak. Kështu që zemra çfarë bën punën mekanike, rrit po themi hedhjen e gjakut në qarkullim. Kështu që një individ shumë i stërvitur nga një individ më pak i stërvitur, një nga arsyet e diferencon mundësia që ai ka për të rritur debitin kardiak. Dhe individët e pa stërvitur nuk arrin të arrisin shumë debitin kardiak kur tentojnë të bëjnë aktivitet fizik. Dhe duke qenë që nuk rritet sa duhet debiti kardiak, truri nuk merr mjaftueshëm gjak me oksigjen dhe qelizat e trurit janë shumë ndjeshme. Pak sekonda nëse nuk marrin sasinë e oksigjenit që i duhet menjëherë, ndodh që ato të kenë një çrregullim dhe më të shpesha të thash janë marrje mendsh, ndjesi të vjellash dhe ndonjëherë humbje e plotë e ndjenjave. Kjo është ajo arsyeja pse kur humbin ndjenjat, gjëja e parë që bëjmë ne, shkojmë edhe ngrem këmbë të lartë. Pse bëjmë ne këtë? Që të gjaku të shkojë më lehtësisht në drejtim të zemrës dhe rrjedhimisht të shkojë më lehtësisht. Se një gjë tjetër ç'a ndodh është që duke u rritur shumë rajet e zemrës, siç ndodh në aktivitet fizik të sforcuar, paksohet koha në të cilën zemra mbushet me gjak. Pra bie ajo koha që ne i japim zemrës për të mbushur me gjak. Se zemra bën një cikël. Ajo tkurret për të hedhur gjakun, po ndërkohë lëshohet që të mbushet të marrë të vi gjakun nga venat që e kthejnë gjakun në zemër. Rrjedhimisht kur rajet e zemrës rriten shumë, shkurtohet shumë ajo që quhet diastola apo faza e lëshimit të zemrës, mbushet me gjak. Atëherë nuk ka mjaftueshëm kohë që zemra të mbushet me gjak dhe sado që ajo të kurret shpejt, nuk ka çat hedhin qarkullim se nuk është e mbushur me gjak. Është një mekanizëm, bie debiti kardiak, por debiti kardiak, pra hedhja e gjakut nga zemra, nuk merr mjaftueshëm gjak truri, edhe shutdown, bie humbet ndjenjat individi për pak çaste. Kjo nuk është riski jashtëzakonshëm, po themi se ti mund të humbasësh ndjenjat, po nuk i diet asnjëherë se personi mund të bjerë, mund të dëmtohet, mund të godas fokën. Mund të vritet për arsye të tjera, po jo se ka një risk. Jo, nëse ndodh një sinkop, nuk do më eksakt, nuk është më pyet dikush thotë, mbas edhe është ngacmim thotë, pse dëgjojmë 2 tinguj të zemra, pra bum bum, dhe jo 1, dhe pse kur jemi të dashuruar e dëgjojmë zemrën më fort. Jo, këto në fakt të dyja janë konstatime krejtësisht fiziologjike, krejtësisht të vërteta. Ne dëgjojmë 2 tinguj kur dëgjojmë, për shembull, nëse i vendosim kokën në gjoks dikujt ose nëse ne bëm bum bum. Bum bum. Kjo bum bum nën kupton një cikël të zemrës. Dhe e vërteta ajo që dëgjojmë ne nuk është tkurja e zemrës, po ajo që dëgjojmë ne është mbylljet e valvulave të zemrës. Dhe zemra ka 2 kategori valvulash. Pra ka valvula po themi atrioventrikulare dhe ka 2 valvula që janë valvula e aortës dhe valvula e arterës pulmonare. Dhe arsyeja pse ne dëgjojmë 2 tinguj është sepse
Këto dy grupe valvulash mbyllen në dy momente të ndryshme gjatë ciklit kardiak, që mos bëjmë leksione të vështira. Po, logjika është që në një cikël që nënkupton tkurrjen dhe lëshimin e zemrës, valvulat mbyllen në kohë të ndryshme, se janë valvula me funksion të ndryshëm. Kështu që praktikisht tingulli i parë që ne dëgjojmë bum i parë ose lup dup themi ne kardiologët, domethënë dëgjojmë mbylljen e dy prej valvulave të zemrës dhe tingulli i dytë dëgjojmë mbylljen e dy valvulave të tjera të zemrës. Kështu që një tingull i dëgjuar dysh dhe madje shpeshherë arsyeja pse ne dëgjojmë me stetoskop pacientët është sepse kur ka disfunksion të valvulave të zemrës, përveç këtyre dy tingujve që janë këtyre që quhen tone, që janë fiziologjike, ne dëgjojmë dhe zhurma të ndryshme, që ato pastaj na orientojnë drejt patologjive të ndryshme të zemrës. Kurse zemra e dashuruarit ajo rre shpejt sepse zemra është inteligjente, me thënë të drejtën. Ajo nuk ndjen as dashuri, as mërzitje, as urrejtje, as gjë, nuk ka ndjenja. Zemra është e ftohtë, zemra është një organ perfekt i krijuar që mos të ndaloj asnjëherë, në asnjë çast në jetë nuk duhet ndaloj zemrën, se po ndaloj për pak sekonda është fatale, por zemra sado që ka një autonomi, ajo është në kontrollin e vazhdueshëm të sistemit nervor. Praktikisht, zemra nuk e di se çfarë jemi duke bërë ne, po truri në çdo moment i jep sinjale zemrës që ajo të përshtas sjelljen e saj me atë çka ne jemi duke bërë. E thën fare thjesht, kur ne jemi duke vrapuar, truri e sinjalizon zemrën që na duhet më shumë debit kardiak dhe zemra fillon të tkurret më fort edhe më shpejt. Gjithashtu kur ne jemi të dashuruar, truri dërgon disa impulse në zemër që e bëjnë zemrën që i vërtet të tkurret më shpejt edhe më fort. Kështu që nëse duam ta dim sa i dashuruar është një njeri me ne, mund të shikojmë si rre zemra atij kur është pranë. Mirë doktor, duhet të kemi publicitet. Erdhëm sërish në emision në Vitality Vibes. Ju rikujtoj që ky emision mundsohet nga Intermedica, rrjeti më i madh i laboratorëve në vend. Me mua doktor Andri Çabeli, mjek kardiolog. Doktor, çfarë duhet bëjmë ne që të parandalojmë vdekjen nga zemra? Kjo pyetje më pëlqen shumë, me thënë të drejtën, se të gjithë që po na dëgjojnë do donin një formulë magjike për të parandaluar vdekjen nga zemra. Jetojmë përjetësisht. Jetojmë minimalisht mos vdesim nga zemra. Shiko, sigurisht që hapi i parë për të parandaluar vdekjen nga zemra është që tash më sipër është që ne të sensibilizohemi për këtë gjë që në moshat e hershme. Pra të parandalojmë ndër vite që zemra dhe enët tona të gjakut të smuren. Kjo është pa diskutim aja e kësaj. Në qoftë se neve po themi një individ në të 30-tat e tij fillon ndjek këshillat e specialistëve për të ulur riskun kardiovaskular, po ta them me bindje që gjasat janë të ulta. Nëse një individ rregullisht në mënyrë periodike kontrollohet tek mjeku kardiolog, pra bën elektrokardiogram, bën eko zemre, bën ekzaminimet laboratorike shumë të domosdoshme për të kuptuar riskun e tij kardiovaskular, se për shembull një individ që ka yndyrna të larta ka 3 herë më shumë mundësi për të patur një vdekje nga zemra se sa një individ që nuk i ka të tilla. Një individ i cili ka diabet, sidomos kur diabeti nuk trajtohet siç duhet, ka disa herë më shumë mundësi për të patur një vdekje nga zemra. Një individ i cili pi duhan dhe pi duhan në sasi të konsiderueshme, ka shumë fish rrezik për të patur një vdekje nga zemra se sa një individ tjetër. Duhet të bëjmë sport. E tham më sipër, ka studime të cilat tregojnë se aktiviteti fizik e ul ndjeshëm riskun kardiovaskular. Patjetër duhet të jemi gjithmonë në kontakt me një ekip të specializuar mjekësh, të cilët na orientojnë për ekzaminimet që duhet kryejmë dhe për masat që duhet marrim varësisht gjendjes ku jemi. Unë di çfarë i them gjithmonë pacientëve, i them me sinqeritet këtë. I them, "Ore, është kollaj që është shumë kollaj për mua të them ku jemi sot." Pra të them për sot s'ke gjë, se shumica e pacientëve vinë me ankesat e mua. Kam merak se kam këtë, kam atë, i them, "Kollaj është të them sot s'ke gjë. Ik i qet, fli i qet në shtëpi." Problemi është ç'a ndodh nesër e në vazhdim. Kjo është çësia mendoj unë që duhet të kenë gjithë kardiologët, si të parandalojmë ose si të ndihmojmë këtë pacient që dhe mbas unë i them pacientit, unë du kur janë mosha të reja 30 apo 40 vjeç, unë i them që dua të jemi dhe mbas 30 vitesh këtu dhe të jemi duke thënë njëjtën gjë që ti ke një zemër shumë të shëndetshme. Kjo është sekreti se si mos të humbim jetën për patologjitë e zemrës. Është që të sensibilizohemi vite përpara se ato të bëhen të dukshme. Pra, diskutimi i icebergut. Duhet mos ta lëm të zhvillohen
sado që ato zhvillohen në heshtje, ne duhet i frenojmë që në fillesat e tyre. Dy pyetjet e fundit. Sa është diferenca ose sa duhet të jenë rajet e një sportisti krahasuar me një person normal? Zemra e sportistit duke qenë për shkak të aktivitetit fizik dhe jo vetëm e sportistëve, po e individëve që bëjnë aktivitet fizik, për shkak të aktivitetit fizik, rajet e zemrës në 1 minutë në qetësi tek këta individ janë ndjeshëm më të ulta në krahasim me popullatën krahasuese që mund. Pra një sportist profesionist mund të ketë frekuencë kardiake pra 38 apo 45 raje në minutë dhe ne e konsiderojmë normale, ndërkohë që një individ tjetër që nuk është sportist, që ka raje zemre 40 në minutë, përgjithsisht ne përpiqemi të kuptojmë se pse mund të jenë këto raje apo mund të ketë një çrregullim në sistemin elektrik të zemrës që ja shkakton këtë gjë. Kurse për një sportist apo për një individ shumë servitur është krejt fiziologjike dhe krejt normale që të ketë ajo quhet bradikardia, rajet ngadalta të zemrës, është Më shuaj një mit, Andri. Kur flasim për tensionin, themi tensioni lart, tensioni ulët, ose ato të lartin e kam lart dhe ky ulti është lart. Ne masim 2 vlera, se e tham ata që na dëgjuan që kemi zemra bën një cikël, pra ajo të kurret dhe lëshohet. Praktikisht presioni i referohet presionit në një artere ku ne e masim zakonisht në arteren e dorës, arteren brachiale aty ose në arteren e kyçit masim presionin. Presioni i lartë është presioni i gjakut në atë arterie në momentin që zemra tkurret, kurse presioni i ulët është presioni i gjakut në atë arterie në momentin që zemra lëshohet. Pra, ne tham ka një cikël dhe përgjatë këtij cikli presioni ndryshon varësisht zemra po tkurret apo po lëshohet. Kështu që ka një mit më të madh se ky që the ti, që 50% e pacientëve që vinë ke mua thon, ai i lartis më shqetëson mua, po ka mallin e këtij të ultit se ky është tensioni i zemrës. Nuk ka lidhje me zemrën, është presioni në arterie, i larti kur zemra tkurret, i ulti kur zemra lëshohet. Kështu që ky është miti më i madh që duhet ta çrënjosim. Më shkruan dikush mbas e pyetja e fundit se nuk kemi shumë kohë që na dëgjon. Thotë të lutem pyete pak doktorin, sa herë shikoj gjak më bien të fikët. Ka lidhje me zemrën kjo? Ja, kjo është një reagim tek dikujt i ndodh kur shikon gjak, dikujt i ndodh kur ndjen një aromë, dikujt mund të ka stimuj të ndryshëm, aktivizohet një element i sistemit ton nervor, mbi aktivizohet e thënë më saktë në këtë rrethan dhe aktivizimi i këtij elementi bën që në atë çast rajet e zemrës të ulen për një herë, pra frekuenca kardiake bie për një herë, presioni i gjakut bie për një herë, truri nuk furnizohet me gjak dhe u mbet ndjenjat. Po të ke parasysh individi bëhet i zbet, mbushet me djers, domethënë ka një paralajmërim, po themi, nuk ndodh menjëherë, s'po ndihe mirë thotë dhe pastaj u mbet një herë. Po nuk do vdesim se pam gjak. Nëse nuk godasim kokën në një vend atje kur bie. Mirë miq, ndoqët Vitality Vibes. Me mua ishte doktor Andri Çabeli, kardiolog. Ju uroj një fundjavë të mbar. Faleminderit DJ Kedos, faleminderit Silvia dhe Mario. Mos harroni takimin ton të ardhshëm ditën e shtunë në orën 7 me 8. Deri atëherë ju uroj një fundjavë të mbar dhe shëndeti gjithmonë i pari.